Më fal, një moment, po shikoj një fotografi, ju jeni me Miloševićin, e keni intervistuar? Jo, aty është kur gazetarët tanë të rilindjes kanë shku dhe kanë fotografu, dhe më thënë, kanë shku në qatë, kur ka qenë fjalimi ti historik, kur i shkodhë Jugoslavisë, pikërisht në fushë Kosovë. Kosovë polje. A këtu janë gazetarët e rilindjes në fotografi që kanë? Afër ti, po, rilindjen. Afër ti është zotni shoku Azem Vlasi. Po, shikoj. Ishim tu ba mirë, nuk po du me foltesh. Jo, më intereson, të lutem regjia, me kalot gjitha fotot? Të gjitha fotot, sepse deri tani folën pa foto, po. Ishim, po, atje policia ka qenë serba atë natë. Fotoreporteri ynë, shqiptar, gazetarët kanë qenë shqiptar, kanë qenë... Ka të tjerë shqiptarë të kjo foto? Unë një njoha, Azem Vlasin? Po, ka se ishte 81 shqip, pas demonstratave shqiptarëve në Prishtinë dhe mbi se tjerë Kosovë. Dhe këto ardhë, ky me ka dzu, zotnia që ka vdek në Hag, me thanë që unë këtu jam kryetari, thëtë s'guxon kush mi u prek me dorë, serbisht. Dhe aty është e kërcënimi i hapur se Azem Vlasi dhe të tjerët, edhe Soti edhe të tjerë, shqiptarët s'kanë mollë me Kosovën, mirët Beogradi dhe Miloshi. Pik. Ka thënë që aty ka thënë përgjithë që u dalë në mesin e turmës. Turma ka qenë organizume. Sërë, e të gjitha viseve të Kosovës ka në ardhë atë ndramje me problemin, me urdhën e Beogradit. Okej. Po kaloj ndërkohë të gjithë jeta juaj në foto, në aq pak foto sa ne mund të nxjerrim, mi tregot të gjitha fotot regjia dhe unë ndërsa dalim foto dua të pyes për këtë. Ky është libri i fundit, dy fjalë për gazetarin. Libri që keni bërë. Ja, në mos gaboj jeni me drejtora Gollin te kjo foto. Në mos gaboj. Po, di pse, dishta atër kur mendojsha me realizu me ju diku, ose në studio, ose në një kanë Tiranës. A parë në Tiranë nuk e la, ose qështu, ose në Sandyk, pa ose la. Shaqë, sigurisht, do e bëjmë në Tiranë një intervistë gjatë, kjo ishte sa për takim të parë. Takim të parë dhe ndërsa kalojnë të gjitha fotot, unë ju pyes tani në mbylljet e emisionit për librin e fundit, dy fjalë për gazetarin, edhe me Kadaren, sigurisht. Drejtoro Akollin dhe Ismail Kadaren i kam pas nerin. Unë isha 25 vjeçar. Në Tiranë në 10 orë të vitit 1970. Ishim delegacioni parë zyrtar nga Prishtina në Tiranë. Ishe unë, Jusuf Buxhovi, miku im, shkrimtar historiani, dhe 5 kompozitor të njohur nga Prishtina. Dhe kemi përcjell festivalin e 9 të këngës në radio televizion. 3 ditë rresht në fund dhjetorit vitit 70. Dhe për ne, shikoni, unë du me thonë, Tirana vitit 70, e aty në ditë sa që ndrumë, ka qenë një Tiranë që nuk dalloj nga Prishtina. Ishim të lirë, dy djemë që ishin me ne, dhe që shkoni ka dëni se s'ka problem, ne jo njofim që s'jemi këtujt, dhe thënë, sigurimit. Unë kom taku mikun tëm në Tiranë, në konviktin e studentëve, e Sat Cermianin, i cili jeton në Elbasandesh, inxhinier, në pension, e kom taku dhe kom shku në qytetin studenti. Edhe mos vetë kanë qenë, më thënë, e kemi pa Shkodrën, kemi qajtë që Shkodra për ne, se do mësë për mund si që atë Shkodra ishte diska, që më letë dhe më ndryshme. Edhe kënga Shkodraune, edhe kënga Qekuar. E kemi pa Vlorën, edhe Durësin, një qenin këtë vaun e tejes. Sa ishë, nuk ka shkodë. Dhe, gjdo pamje, gjdo, me 20 e sa vjetë, me ne më shkon të në vaj, sepse unë dhe generata ime, ditën e flamurit e kemi prit me 27 mramje.
në përpodrumet e shtëpive tona në Gjakov, ose në Prishtinë me grushtin kështu, me gjashin e në verk, me Shqipnin e deri në fund. Dhe me thonë, kemi qenë të orientum Shqipni, e në verk, ta qështu. Asa në Prishtina, e të tjerë. Dhe thëtë, ishte koha që shishte. Dhe me thonë, aty, për thonë, takimet e mija si fili, me Kadaren edhe me Zoe me Kadaren, me këtë kompozitorët, me Avni Mullin e të tjerët. Dhe me thënë, ishte diska që ata ishin manansë sa na prej pëllëngjimit, është edhe në këshkujtë, kanë qenë 5 ditë 5 net të paharrueshme. Tiranën se kom pa mahë, me bajnë tim, që nuk kanë shku. Kam qenë në Velipuj, se Velipuja, më suabit, është plazhi i preferuam, ma i preferuam në Adriatik i Gjakovarve. Dhe u kam shku. Edhe në vitin 2001, me këtë grunë të emin që kom tërni qake, e unë jam Gjakovar, që të është për aleancë. Gjakov Drenicë, aleancë interesante. E kom pas plash me qa me lëtë kënej, prej rërës e kënej. Mas thëmë se qka ku pa. Kur kom shku pas 5 vjetëve, aja plash, o sot sa vjerë. O, qëfar, aja ranë më svetë, ata si të të popli, ja ka falë qoti. Edhe kënej, edhe ullësimit atë. Kam shku mas 10 vjetëve, hotelet ka 5 kasë, me lift, me hongërëshim 5 loje, 5. Ishte kretë tjetër kretë. Aty, në bërë të hotelit, ishte bazeni me disa nivel. Dhe thëtë, shie i përparimi, atë pjesën tjetër nuk e di. Ka ndryshuar shumë shka në fakt, qysh atere, kështu që zoti Dujaka, ne me zi po ju presim në Tiranë, që të pim kafe, ke dajti, aty për balë, se ajo brënda më, tek pedonalja do e pim kafen, por gjithashtu ju presim që në studio të bëjmë një bised këtu. Ndërkaq, unë po i them, regjia e kalon të gjitha fotot nërsa flasim, dhe unë i them të gjitha tyre që na kanë ndjekur, këto janë librat që ka shkruar zoti Dujaka dhe ky është libri i fundit, 2 fjalë për gazetarin, i fundit në radhë, se ka ende, besoj, për të folur dhe për të treguar, por kjo është ajo që ju sugjeroj, 2 fjalë për gazetarin për gjithë gazetarët e ri. Ju faleminderit shumë për këtë takim të parë online, miru ta kofshim në Tiranë, mirë se të vini, në pranverë. Fala. Faleminderit shumë, kënaqësi. Ishim me zotin Esa Dujaka në këtë bisedë online me Prishtinën. Ne jemi gjithmonë këtu për të dëgjuar dhe për të kuptuar, për të ndarë dhe për të komunikuar. Folëm për mjaltin dje, sot flasim për gazetarin, flasim për politikën, flasim nga pak për të gjitha, por më rëndësi ka të flasim për sigurinë e jetës, për sigurinë ushqimore, për sigurinë e komunikimit mes nesh. Pa komunikuar me njëri tjetrin, do jetë e vështirë për të dy andej dhe këndej drinit, siç thoshte Agolli. Regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga, dhe nëse regjia nuk i ka vënë gjitha fotot, i bër tani në fund. Regjistrohu të 2 kanalet tona, janë 2 kanale që flasin shqiptarëve kudo që janë.